Fëmijët dhe kryqi i kuq ishte titulli i ekspozitës kombëtare të vizatimit të hapur në Lezhë, me qëllim promovimin e vlerave humanitare dhe ndërgjegjësimin e të rinjve për rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Nxënësit pjesëmarrës prezantuan punimet e tyre artistike, ku në qendër të vëmendjes ishte vullnetarizmi, i përcjell përmes vizatimeve kreative dhe mesazheve sensibilizuese. Drejtuesi i kryqit të kuq në Lezhë, Ndrec Ndreca, si dhe drejtoresha e zyrës vendore arsimore, Antoneta Suta, vlerësuan organizimin e kësaj ekspozite dhe angazhimin e nxënësve. Ndjehem me të thënë të drejtën shumë i emocionuar dhe njëkohësisht i gëzuar, sepse idetë, mendimi dhe gjithë performanca e kryqit kuq pasqyrohet në këto vizatime tuaja, të cilat tregojnë se kryqi kuq po futet gjithnjë dhe më thellë në mendjen, në zemrën dhe në shpirtin e njerëzve tanë. Sa më thellë ta fusim këtë dashamirësi, këtë kënaqësi të ndihmës vullnetare, këtë humanizëm mes njerëzit, aq më të lumtur dhe aq më mirë do të jemi ne të gjithë si shoqëri, sepse duke shpëtuar jetë njerëzish, shpëtojmë të ardhmen tonë, prosperitetin e vendit tonë. Nuk janë thjesht punime, por janë vlera shumë të ndjeshme për secilin prej nesh, për të treguar që me diçka të vogël, me pak nga koha jonë, mund të ndihmojmë shumë dikë që ka nevojë. Sepse çdo mesazh që fëmijët kanë paraqitur në këto punime tregojnë që secili nga ne mund të jetë human, mund të jetë vullnetar, pa që nevoja për të sakrifikuar. Dhe gjithë jemi dëshmitar që nxënësit e shkollave të Lezhës, përveç se po marrin pjesë në aktivitete dhe konkurse të ndryshme, kanë arritur të marrin edhe çmime dhe shkojnë shumë lart dhe për këtë jemi krenar gjithë secili nga ne, mësuesit, drejtuesit, prindrit e tyre, gjithashtu. Punimet më të mira u vlerësuan me certifikata, duke inkurajuar kështu talentin dhe përkushtimin e nxënësve në përcjelljen e mesazheve humanitare përmes artit. Kjo ekspozitë jo vetëm që nxorri në pak kreativitetin e të rinjve, por shërbeu edhe si një nismë e rëndësishme për të forcuar frymën e bashkëpunimit dhe ndjeshmërisë sociale në komunitet.